çfarë do ta kujtoni veçanërisht? Ju keni qenë një nga njerëzit më të afërt të tij apo jo? Fatostana do ta mbaj mend jo vetëm unë, por gjithë shqiptarët e ndeshës një burr shteti, një burr tolerant, një udhëheq që do ta kishin zili edhe vendet e mëdha, jo vetëm Shqipëria. Një njeri që kurrë nuk u akmorr, megjithëse me atë u akmorr politika. E djathtë dhe e majta mërë në qendër, e kam thënë edhe në televizionet e juaja të gjithë. Jetën politike nuk e shkatroi vetëm Sali Berisha, që e futi në burg një djalë vetëm të një nëne, por edhe bashkëpunëtorët e vet, Servet Pllumi, Ilir Meta, Namik Dokli, Luana Ajdaraga, Armet Kas, edhe shumë të tjerë, se ju e dini shumë i KPD-n e Fasha 2001. Megjithatë, Fatostana do mbahet mend nga njerëzit e thjeshtë, për atë që i bëri dhe çfarë i bëri Shqipërisë. E mori mas 97-s të rënuar, ja kjo presidencë përballë dhe këtej ku jemi kryeministria s'kishte as karrika as tavolina, shkatruar nga lufta civile. Ky është pra Fatostana, njeriu që ndoqi parimet e veta për një Shqipëri të demokratizuar dhe tolerante. Ishte ai Fatostana që e njofti dorëheqjen dhe nuk u kthye më kurrë në politikë. Ishte Fatostana ai që i mori njerëzit në thonjza nga rruga dhe i bëri ministra. Ishte Fatostana që ishte ai që këndonte Beatlesat, ai që ishte student i shkëlqyer, ai që ishte me 7 gjuhë. Ai që në arenën ndërkombëtare kishte miq nga Bill Clintoni, Tayyip Erdogan, Aznar, Tony Blair, Berlusconi, miku i madh i atij që është bërë për Ahmet. E Fatostana ishte ky burr i shtetit. Unë kam pas krenarinë dhe gjithë grupi që kemi punuar me këtë burr. Mbas vdekjes shqiptarët ka një fjalë që thonë edhe ti je në thonjza hajdut, je burr i mirë. Fatostana ka qenë, është dhe do ngelet në zemrat e shqiptarëve si një burr që ditit bëte shtet, ditit udhëhiqte, ditit bëte tolerime, ditit jepte të dorëheqjes. A kishte dy kontakte në vitet e fundit me të? Dhe ai kishte ai ndonjë penga politika, ndoshta karrikën e presidentit që në një farë mënyrë nuk e arriti dot kurrë? Tani unë për të vërtetës kontaktet i masha me palë tret, por për herë të fundit e kam takuar në 2019 në Durrës, kur unë isha shefi kufi i Durrësit dhe më lajmëroi dikush që ka ardhur shefi jot, ishte me çunetez me Gjergj Krali që po drekonin, e kam takuar dhe sa arrit edhe deri këtu, i thash unë po kam mbaruar shkollën e politike të Fatostanës, si u bëra dhe shef kufie. Dhe a kishte peng, po normal peng president peng ishte, edhe dihet faktorët kush nuk e bën president. Përveç Partisë Demokratike dhe Partia e Majtë. Nuk deshi që Fatostana të ishte president. Edhe në 2007, por edhe në 2012, kur i kishte në dorë vetë Partia Socialiste me po president. Kjo ishte pengu i jonë, ati ndoshta jo, por pengu i politikës, një burr shteti, se Fatostana për të mos ta çu shtetin, qeverinë në zgjedhje tjera, sakrifikoi veten dhe sakrifikoi edhe partinë e vet, 6 deputet Partisë Socialiste votuan Bamir Topi për president të Republikës. Faleminderit ju dhe ngushëllime familjes gjithë shqiptarët ndeshëm. Kudo ku janë, Fatostana do ngelet në zemrën e njerëzve të thjeshtë dhe ata që e kanë, edhe ne sigurisht ne grupi shoqërimit. Faleminderit televizionit, faleminderit për përcjelljen shumë korrekte, megjithëse në fillim nuk ishin korrekt për ato lajmet të pavërteta që vdiq. Ai normalisht vdekje klinike kishte, po jo, njeriu ja ka dhënë Zoti dhe Zoti ja marr jetën. Ju faleminderit.